Për herë të parë nga Malizi, kryeministri Rama akuzoi Iranin si të lidhur me protestat në Tiranë përmes luftës hibride që ndërton një narrativ të rreme se pas projektit qëndron një marrëveshje fshet. Ky nuk është vetëm një debat mjedisor, ka të bëjë para së gjithash me një luftë hibride, me armiqtë e vendit. Ne I njohim ata dhe të gjithë ata që e dinë historinë tonë I njohin. Iranianët, të cilët kanë qenë të përfshirë në sulme kibernetike kundër nesh për një kohë të gjatë dhe kanë shkaktuar aq shumë dëme sa që ishim të detyruar t'i dëbonim, janë pjesë e kësaj. Ata po ndihmojnë në nxitjen e narrativës se projekti nuk është ajo që thuhet, por një marrëveshje midis meje dhe Netanyahut e organizuar nga Jared Kushner për të sjellë palestinezët nga Gaza në Shqipëri. Kjo narrativ, sipas kryeministrit, ka fituar shumë terren edhe përmes dezinformimit. Kjo është një nga narrativat dhe ka fituar shumë vëmendje. Keni parë shumë video të rreme me qindra mijëra shikime që tregojnë njerëz që brorasin Izrael shkon në shtëpi. Është e gjitha e rreme. Nuk ka asgjë të tillë në Shqipërinë e vërtet dhe është turp për ata që krijojnë dhe përhapin gjëra të tilla të dobta. U rritën përdoruesit e ekosistemit digjital shqiptar në ditën e parë të sulmit. Kjo është një luftë hibride. Shqetësimet e ambientalistëve kryeministri Rama I quajti të pakuptimta në një kohë kur ende nuk ka një projekt konkret për Zvërnecin. S'ka asgjë për të diskutuar sepse s'ka asnjë projekt të miratuar. Së pari duhet të kemi një projekt, ta diskutojmë dhe miratojmë, por s'mund të diskutojmë një projekt. Faktet kanë gjithnjë rëndësi. S'ka arsye për të shqetësuar sako që s'ka projekt. Arkitektët duan të bëjnë diçka unike dhe një dhuratë të mrekullueshme për Shqipërinë. Përgjigjet kryeministri Rama I dha nga Tivati në Maltëzi gjatë samitit BE Ballkani Perëndimor, ku çështja e Zvërnecit dhe projekti Kushner kanë marrë një vëmendje të madhe edhe në mediat ndërkombëtare.